Në Galerinë e Arteve Pamore në Tetov është hapur ekspozita e artistes Enisa Ajruli. Kjo ekspozit titullohej Tatuazhet dhe arti i trupit. Përmes krijimeve të saj, Ajruli hulumton lidhjen mes identitetit, përkatësisë dhe estetikës, duke e vendosur trupin në qendër të një dialogu vizual mes traditës dhe modernitetit. Me këtë rast Enisa Ajruli thekson se kjo ekspozit sjell një qasje të veçantë dhe bashkëkohore ndaj trupit njerëzor si kavanac e artit dhe si hapësirë e shprehjes personale. Kjo ekspozit është rezultat i një procesi të gjatë pune dhe reflektimi që sonte jam e lumtur ta ndaj me ju. Kjo ekspozit përfshin gjithsej 15 piktura, domethënë janë të punuara vaj në pulhur. Kjo ekspozit flet për trupin si hapësirë arti, si identitet, si kujtim ku përmes aktit dhe tatuazheve unë e shpreh e paraqes trupin jo si objekt apo si një tabu, por si një gjuhë personale dhe universale njëkohësisht. Artistja përdor një gjuhë vizuale të ndjeshme dhe eksperimentale, ku ngjyrat, forma dhe tekstura krijojnë një narrativ që fton shikuesin të reflektojë mbi konceptin e trupit si identitet i lëvizshëm dhe i shumëpritshëm. Është një pikturë që në vetë përmban si e para konceptin, idenë, si dhe mjeshtrinë, që është e jashtëzakonshme. Lirisht mund të them se si mjet aq sa i kam vizituar ekspozitat, është padyshim ekspozita më e mirë që jam mbajtur këtu në Tetov, edhe më bëhet qefi normal, ndaj mendimin tim, më bëhet qefi se edhe vitin e kaluar ekspozita më e mirë për mendimin tim që ka qenë këtu, ka qenë një autore po ashtu që ka qenë studente e Universitetit Tetovës, nga Struga e Luz Elena, kurse si mjet, për mendimin tim është padyshim ekspozita më e mirë e Enisës. Ekspozita pritet të ngjallë interes të gjerë në publikun e Tetovës dhe më gjerë, duke ofruar një përvojë të veçantë estetike dhe emocionale.